nga sot TikTok nuk funksionon më në Shqipëri. Si do ja bëni për të përdorur TikTokun? Kjo imja është në rregull, sepse unë kam shkarkuar një dhe aje përmbush funksionin. Por kjo do të hyjë në histori si një ditë e zezë e censurës. E kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do të dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës, sepse VPN falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbërojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve, kujdes me telefonat, sepse nëse fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën në qafë. Kujdes me telefonat, TikToku me VPN është hapje rrugës për hakerim. Okej? Falas dhe pastaj është një darë që e ka bishtin mbrava shumë të madh, shumë të gjatë. Faleminderit.